Çuna përshëndetje. Sapo ka marrë në Kuçovë, në qytet Stalin, dhe për çfarë kemi ardhur? Është një Beetle atje. Shikoni pak. Tentova para 4 vitesh ta ndes, e pa mundur. Është bërë motori, pistona, fasho, nga mekaniku më i mirë këtu në Kuçovë, paktën kështu thot Marigleni. Tentum ta ndezim, ishte e pa mundur. Kanë kaluar 4 vjet, mora veglat e makina, kam gjithë këtu. Çfarë ka ndryshuar në 4 vjet? Më tepër thinja. Do ta ndezim dot? Unë e kam thënë shpesh, mrekullia nuk bëj dot. Po do ta provojmë. Kabat e tuja pas e marru puna ba. Çfarë? Këto kabat. E pra, po pra ton të atyre që ne do. Te nuk çon korrenti kur i rrallë. Pas ka marru punë. Atëherë hoqëm distributorin, karburatorin, kavot, pra ta marrim mbar. Tani shoh që edhe kjo, nuk e di ç'është me këto makinat 1.3-shë me mekanikët. Pra, zhoj makina që gjithë së fundi janë të gjithë jashtë faze, dhëmbës atë që ka korona këtu brenda e distributorit. E kam shprehur 1 milion herë që do të shohin nga pistoni numër 1. Pra, çuna që ta keni idenë kur vendosim një distributor. Ati që pak dhenin, në mos e mërzisni. Okej. Shua ku shef. Pistoni nëmër 1 shef, ase 4, ase 3. është problematik dhe jemi në pikën e vdekjes. Ky është problem. Edhe po më merr shumë kohë. Gjendja e fazës reale, ndërkohë këtë lloj energjie mund ta dedikoja diku tjetër që të bësh motori perfekt. Ne tani merremi me fazën, pastaj shohim tjerat. Gjithsesi të vazhdojmë. Atëherë, distributori, shikoni pak gjendjen që është ndryshur komplet. I lidhur me tela, kondensatori i plasëm, vakumi i hapur. Ky është një distributor JFU 4. I mirë është distributor, po i ndryshkur maksimum. Kemi edhe karburatorin, shikoni pak karburatori. Marigleni thoshte që e kemi pastruar, e kemi bë gati. Ky është në pikën e fundit, s'ka më kese ky. Pra, shko çfarë gjendje është. Imagjinoj çfarë surprizë do gjejmë brenda. Do ta hap tani, kemi marrë aparatin. E kemi gjithë pjesët, do bëjmë rebuild. Edhe me kismet Zotit. Do të thonë kavot janë thari asu prokurën janë bërë si shkop. Çuna. Kjo është ndryshkur brenda, është kineze me kokë trumullakët. Do të jenë 1 kilo ohm, këto janë benzi, nuk e di nga ka gjetur këtë. Djali, gjithsesi do pastrojmë karburatorin, do rregullojmë distributorin, ti montojmë këto, pra mos i prekim më dhe do fillojmë me gjërat e tjera. Dhe na ngeli pak faza, që nuk është fare në rregull. Atëherë çuna, shmontuam komplet karburatorin, është për faqe zezë, shko 3 rondele, se thash shumë gabim. Kemi ujin e nxehtë, harrova të marr lëndën e duhur që ishte për karburatorët, do përdorim Melio gasatore. Ka vetëm 20% fuqisë, gjithsesi do provojmë. Melio gasatore falso, kisha parë një falso e hera parë, edhe herë nuk mban. Nga supermarketet e Kuçovës. Është ujë fare, edhe ngjyrën e ka si bojë jeshile. Asë lloj efekti mbi grasun, në rrisi për grasën si ujë. Paktën mos e vënë gjysmë për gjysmë, por den çik më tepër. Është djegu ka shkumbosur.
bie pistoni nëmër 1 këtu, nuk është okay. O është vën gabim po lexoja. O është vën gabim po lexoja. Pra dhëmzi këtu nuk ka lidhje fare, por do heqim kapakun si gjithmonë. Të varva të marrin vesh çfarë problemi është. Nuk mundet të jetë këtu asnjëherë. Nuk mundet. Kështu që shpresojmë ta gjejmë ku është faza reale, patës bëjmë asnjë gjë. Atëherë, ta provojmë. Atëherë, provon një zërë.